Miqtë Prizmus, Sali Berishës sot nuk janë bajtit dali para atyre togave të zeza, kështu thonë, togat të zeza. Gjithmonë kam qesh edhe nënqeshur me këto përkufizimet që togat e zeza. Dakor. Nuk janë bajtit sepse ka disa arsye. Para punës do që të vënoj, kështu e kanë instruktuar. Vënoje që ti ikesh verës edhe momenteve të tilla nga gjyqet, derisa dalësh në shtator ku të ketë protesta dhe çdo gjyq tëndin ta shoqërosh me një protestë. Tipike e një bolsheviku, një komunisti i cili sigurisht edhe duke qenë edhe hajdut edhe korruptuar, mbrojtje tjetër përveç se protestave dhe mohimit drejtësisë nuk ka. Megjithatë, arsyeja ishte se këta të drejtësisë i kanë çuar lajmërim për të ardhur Sali Berishës nëpërmjet dhëndrit të tij. Imagjino çfarë drejtësie, si ka funksionu lajmërimet e drejtësisë në Shqipëri. Lajmërojnë dhëndrin me që e komshi thuaj vjerrit. Edhe dhëndri, sepse gjyqi është i njëjtë, është për klubin Partizani, nuk ishte pasur kohë takonte vjerrin, kështu që nuk e kam lajmëruar, thashë mos do maj përgjegjësi për këtë punë. Tipikisht kjo përgjegjësi është e drejtësisë, e cila lajmëron dhëndrin për t'i thënë vjerrit duke mos shkuar vetë ke Berisha. Dhe normalisht ai nuk e kishte lajmëruar edhe Berisha nuk u paraqit në gjyq, por u paraqit në konferencë shtypi. Sepse sigurisht ai ka mësuar tash ti përdridhet drejtësisë. Dhe duke qenë se nuk e kishte lajmëruar dhëndri, ai ka shkuar te selia e partisë të punës demokratike, punës për ja fut kotën se ata vetëm punë nuk bëjnë. Domethënë janë demelhania më e madhe e Shqipërisë, domethënë nëse do që të shohësh demel njerëz të ideologjizuar për smrapçi edhe asgjëbërës, i ke Partia Demokratike, sigurisht. Tashti, me që nuk u lajmëru, doli edhe filloi marrëzit e tij me akuzat se kush e urdhon drejtësinë ose spakun. Dhe sigurisht i ka marrë nga festa e Partisë Socialiste. Sali Berisha kujton se Partia Socialiste është e interesuar që Sali Berisha mos të jetë kryetari i Partisë Demokratike dhe shefi i opozitës. Sigur Sali Berisha, domethënë, e gjithë Partia Socialiste mendon se si ta bëjnë Sali Berishën të hyjë në burg, ku në të vërtetë është e kundërta. Në Partinë Socialiste një shumicë njerëzit aty në mënyrë të fajshme mendojnë që sa më tepër të jetë jashtë burgut Sali Berisha dhe drejtoj Partinë Demokratike, aq më tepër Partia Socialiste do të jetë në pushtet, aq më e madhe do të jetë, aq më e fortë do të jetë. Por sipas Partisë Demokratike të Sali Berishës dhe Sali Berishës vet, spaku dhe gjyqet dhe prokuroria merr urdhër nga sepse do ta sqaroj idenë e tij të kahershme si të persekutuarit politik. Ky njeri i folk bolshevizmit, njeriu pranë Enver Hoxhës edhe pranë familjes së Hoxhatëve, brenda familjes së Enver Hoxhës, bën edhe i persekutuarit politik si antikomunisti më i madh i Shqipërisë, ose komunisti i vetëm që ka met në Evropë, bashkë me Tritan Sheun. Mos t'i ham hakun edhe atij. Edhe normalisht tash gjen edhe marrëzira të tilla, sigurisht nuk pikon vetëm idiotizmi i tij folk politik edhe ideologjik. Themi drejtën tash është edhe pleqnia që këtë lloj idiotizmi e kthen shumë fishon, e çon deri në skajet papame. Aq sa duhet patjetër të besojmë që Partia Socialiste dhe Edi Rama nga takimi i tyre i përvjetorit partisë kanë urdhëruar spakun edhe prokurorët tash i merrni çojeni para gjyqit Sali Berishën. Po nëse gjërat të tilla janë teatri i kukullave në ekran i dikurshmi, ku shpikeshin gënjeshtra prallash idiote nganjëherë për të mbushur mendje fëmijëve se sa e drejtë ishte shoqëria jonë dhe sa e pa drejtë ishte shoqëria tjetër, sa i keq ishte ujku me dhelprën edhe sa të mirë ishin delja, Qapi, Dhia, Lepuri dhe tjerë, kafshët e pyllit. Lufta e klasës edhe midis kafshëve. Edhe këtë luftë klase tash e merr dhe e propozon edhe e imposton Sali Berisha dhe ke Partia Socialiste, e cila sipas tij është e interesuar që Sali Berisha të jetë në burg. Kush? Partia më interesuar që Sali Berisha të jetë jashtë burgut.
Sigur ta lesh Partinë Socialiste, ajo e le Sali Berishën edhe 1000 vjet sigur të ketë jetë ky jashtë burgut. Sepse kjo është leverdia e vetme që ka. E fundit që desha të thoja është edhe ajo Ulliri, gjykatësa Ulliri, prandaj ka shkuar gjyqi me datën 21 ku do japi ky Bami sqarime çfarë do bëhet me këtë Ullirin, e cila kërkon dorëheqjen nga gjyqi, sepse është e motra e një prej kandidatëve dhe deputetëve të Partisë Demokratike. Tani e deklarojnë, ajo pas ka bërë para 10 ditësh këtë lloj kërkese për dorëheqje, por ata do të sqarojnë me datën 21 kur t'i mbushet mendja Sali Berishës, ose kur të marrë njoftim Sali Berisha, ose kur të gjejë një diversiv tjetër për mos dalë ose mos ardhur në gjyq, sepse sigurisht ai do ta shtyjë gjyqin. Në gjithë të diskurs që po bëj, e mira vetme është që Sali Berisha, dashi pa dashje, nga Afrika, ose jo nga Afrika, po nga detyrimi, sepse e di që shkon në burg pastaj edhe kanë për t'ia tretur Chelsea, sepse nuk është kjo vetëm akuza. 21 dhjetori ose klubi Partizani është gjëja më e vogël që mund të akuzosh Sali Berishën përpara krimeve që ka bërë ai me Gërdecin, me 21 janarin, me 97-ën, me grushtet e shtetit, dhe me shumë elemente të tjerë çezin korruptiv që ka zhvilluar. Deri me 21 korrik, derisa të gjejë një diversiv tjetër, ajo që mund të vërtetojmë ne është që Sali Berisha nuk ka ku shkon. Do t'i përgjigjet, mund t'a vonojë drejtësinë, po do t'i përgjigjet 1 për 1. Sepse përndryshe, ndash t'i vi keq, ndash mos t'i vi keq Partia Socialiste, ka për të përfunduar në burg. Dakord, miqtë e mi? Miqtë Prizmos. Në New York po ndodh një nga ato fenomene tipike amerikane të ndryshimit, jo thjesht humorit politik, por edhe ndryshimit epokal që sigurisht sot Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe si djel në fundit, i imponojnë botës në konceptet nga majtas djathas, djathas majtas, duke mohuar pak qendrën dhe duke krijuar një lloj tensioni shoqëror politik të jashtëzakonshëm. Vetë në përgjithësi, vetë fitoria e Trump e bën qartë si element, por edhe kërkesat e kohës edhe kalimi sa në ekstremin e djathtë dhe në të majtin përbën edhe atë lëkundje, lëvizje nga boshti politik dhe ideologjik i cili sigurisht është karakteristik për Amerikën e ditëve sotme. Zohran Mamdani është Fidel Castroja i Big Apple, ose mollës madhe, ose New Yorkut, qytetit që par excellence përfaqëson kulturën perëndimore, zhvillimin perëndimor, njerëzit e pasur, qytetin që s'fle asnjëherë, qytetin që krijon, që përfaqëson botën e kapitalit, që përfaqëson botën financiare, me një fjalë që përfaqëson kapitalizmin amerikan. Pikërisht këtë do që të ndryshoj Zohran Mamdani, që sigurisht ka lindur në Uganda, është një indian musliman, dhe që thot miliarderët nuk duhet të ekzistojnë. Po ta thuash këtë fjalë në Shqipëri, ke 2 realitete përballë, dhe pak a shumë kështu është edhe në Amerikë. Një realitet është i proletarëve, i folk bolshevikëve që thot, po ka drejt, nuk duhet të ekzistojnë, miliarderët janë armiq. Dhe pjesë tjetër që thonë, këta kanë luajtur mend, që janë komunistë, po janë enverist. Në të vërtetë, Mamdani kur nuk do të ishte një enverist, sepse nuk i ka kushtet tjetër. E ka shumë vështirë ta mbrojë enverin, as nuk i shkon afër, po një Fidel Castrist sigurisht mund të jetë. Dhe normalisht është një i majt i cili shpeshherë i thon marksist, komunist, i thot Trumpi, po Trumpi sigurisht gabon. Një pjesë të komunistave nuk i njeh mirë. Njeh ato që sigurisht mundohen të jenë mas viteve 50-60, komunistat e luftës ftofte, sidomos komunistat idiot mas viteve 90, mas rënies së perandorisë madhe të kuqe. Por komunistat nacionalisti ka vështirë pak të njohë si Trumpi edhe amerikanët në përgjithësi e bëjnë këtë gabim. Tashti, në këtë mes ka ardhur dita që një njeri që ka lindur në vitin 1991, i shumë i ri, do që të drejtojë Big Apple-it. Dhe normalisht do të fitoj primaret të demokratikët
Normalisht, qyteti New Yorkut ka një kryebashkiak i cili është, po themi, filo shqiptar i jashtëzakonshëm, është demokrat dhe ai. Por Mamdani përfaqëson atë shtresë të socialistëve amerikanë. Domethënë të njerëzve të anuar në krahun e majt më tepër se sa zakonisht. Nuk është fjala se ka thënë vetëm nuk duhet të ekzistojnë miliarderë, sinqerisht thotë, kam seriozisht. Është pa rregull, po duhen taksuar më tepër, bilen duhen taksuar edhe lagjet e tyre. Janë njerëz që kanë fituar padrejtësisht edhe në padrejtësi taksojnë më pak. Në të vërtetë nuk është kaq shumë e qartë nëse taksohen më pak apo më shumë. Në Amerikë nuk lejojnë të taksojnë kaq shumë, por është themeli i lirisë tyre, cila krijon miliarderë, më të zotin e bën miliarderë. Ndoshta pastaj mund të ketë edhe abuzime, por në përgjithësi nuk të ndalon kush në Amerikë që ti të pasurohesh. Ky është themeli i Amerikës, ndërsa Mamdani është e kundërta se çfarë në të vërtetë projekton dhe çfarë bën Amerika. Domethënë, kthehet në të kundërtën e asaj Amerike. Edhe çfarë është? Sigurisht është një i lindur në Ugandë me origjinë indian, me besim musliman, që praktikon socializmin dhe disa ide marksiste të cilat përçohen pastaj edhe në ekonomi, përçohen edhe në ideologji. Presidenti Trump e ka quajtur komunist dhe ka luftuar, thotë do ki kujdes, thotë, sepse shumë gjëra janë federale dhe unë do të ndaloj. Mos i shkel vijat e kuqe. Por në përgjithësi, efekti i kundërt, Mamdanin vetë, e ka zhvilluar shumë, ndihmën më të madhe ja ka dhënë presidenti Trump, sepse sigurisht lëvizje të tilla, kalimin nga demokratët ke socialistët në Amerikë, e ka bërë të mundur pikërisht avancimi edhe projektet, konceptet, veprimet e presidentit Trump. U lidha edhe një herë në bisedë, sigurisht përpara jush tash, me kryetarin e bashkisë sotëm të New Yorkut, i cili është një demokrat, një pro-shqiptar i jashtëzakonshëm, merr pjesë në paradat e shqiptarëve gjithmonë, flet fjalët më të mirë, bën flamurin, janë të apasionuar dhe sigurisht aty kërkohet ndihma, ndoshta edhe republikanëve që nuk duhet ta lejojnë pikërisht Zohran Mamdanin të zgjidhet kryebashkiak i New Yorkut. Në të vërtetë, do të kishte një 34 vjeçar që ka mbaruar për arte, ka një bachelor shkollë, dhe që sigurisht do të ishte jo vetëm socialisti i parë, por edhe ultramajtisti i parë, me koncepte sigurisht anti-kapitalizmit, anti të pasurve, anti-zhvillimit ekonomik të deri sotëm të New Yorkut. Kush e ka bërë këtë dalje të tij? Një arsye thash, duke qenë një qytet superliberal, New Yorku bën edhe eksperimente. Po në anën tjetër, kemi të bëjmë me minimin e idesë për mbi Big Apple-in, New Yorkun, mbi kapitalizmin amerikan dhe me botën e lirë të konceptuar prej nesh, sidomos nëpërmjet New Yorkut. A duhet lejuar një njeri i tillë? Unë them jo, nuk duhet lejuar sepse është ekstremist. Ekstremist, një operacion i provuar, i dështuar. Fjalit e tij janë fjalit të stërprovuara, edhe sigurisht ka ne akoma që flasin të tilla fjali, megjithëse i quajnë veten të djathtë. Ktu është çmenduria e jashtëzakonshme. Por ai mbetet jo një komunist, ai mbetet një ekstremist i majtës, një teorie marrëqe për zhvillimin, që takson gjithmonë edhe që nuk krijon mundësi për zhvillim, po krijon mundësi për demek barazin e famshme, e cila krijon akoma më tepër të varfër se sa ajo pa barazia të cilën duan të luftojnë. Është një e majtë e cila krijon akoma më tepër fukare se sa një djathtë aplikuar ndoshta me egërsinë e miliarderëve. Dakord, miqtë e mi? Miq turizmus, këtë ditë në Venecia u bë dasma e famshme e kreut Amazonës, një nga multimiliarderët më të mëdhenj që ka bota, ose Jeff Bezos. E ka qenë edhe i pari. Sot është Elon Musk, por Jeff Bezos është sigurisht një.
njeriu I dytë dhe shpeshherë deli pari I botës për nga pasuria e tij. Pasuri që kalon 200 e sa miliard dollarët. Tash edhe shefi I Amazonit, është një nga ato bizneset jashtëzakonshëm të transportit, I cili patjetër pastaj krijon mundësitë jo vetëm të mira vende të pune, po edhe të fuqizimit të jashtëzakonshëm. Amerika pranë është e madhe se ekzistojnë pikërisht dy emra për shembull si Elon Musk, Jeff Bezos ose Mark Zuckerberg edhe shumë të tjerë të cilët përbëjnë atë ndryshimin nga bota dhe janë tashmja dhe ardhmja jo vetëm e Amerikës, por edhe e botës. Mendoj që të martohesh në Venecia me Lauren Sanchez. Dhe normalisht një pjesë e madhe e qytetit pothuaj u bllokua, por edhe u bë dhe një nga ato simbolet e jashtëzakonshme të qytetit, eventet të jashtëzakonshme. Dhe në të dhënat e sotme, bashkia e Venecias ka fituar një shifër që ka kaluar 300 milion euro dhe po shkon drejt ke 500 milion euro që I bie tjetër rreth 50%, po shkon 60% të ardhurave që kanë vjet brenda 2 ditëve, ose më mirë të themi 4 ditëve të fundit që është dasma Jeff Bezos, sepse aty kanë ardhur të ftuar shumë multimiliarderë dhe milionerë të tjerë. Kanë ardhur njerëz të cilët sigurisht kanë dashur të shikojnë eventin, po jo njerëz që më thanë me agjencitë e udhëtimeve dhe që shpenzojnë gjithsej 100, 200, 300 euro. Po njerëz që nata e tyre kushton më tepër se 5.000, 10.000, ndoshta 20.000 dhe 30.000 euro. Sigurisht restorantet, sigurisht hoteleria, sigurisht eventet e ndryshme, sigurisht shëtitjet, sigurisht televizionet e shumë element të tjerë përbëjnë pastaj edhe pasurinë fantastike që një element I tillë, një dasmë e tillë ka sjell si përfitim për qytetin që ka shumë hallë dhe I duhen shumë miliona tilla. I mungonte 1 miliard dhe ky 1 miliard I erdhi vetëm nëpërmjet një dasme të Jeff Bezos. Po çfarë ndodh tash me një amalgam dembelesh, protestuesis, njerëzit që patjetër duhet thonë jo. Njerëz që s'kan punuar kur jetën e tyre, që merren vetëm me gay pride, që merren vetëm me flamur të gay pride dhe të komunistëve njëkohësisht, ultramajtistëve, njerëz që s'kan punuar kur, dhe që ngatrohen edhe çojnë edhe flamurin e Palestinës, që u duket sikur vetëm ata kanë të drejtat e tyre dhe që thonë tash na leni largojuni nga Venecia se na e okuput, na e pushtut Venecia. Sepse sigurisht ata janë mësuar që t'ju marrësh leje këtyre tipave që s'kan punuar një ditë në jetën e tyre, vetëm protestojnë, ankohen, shajnë dhe bëjnë marrëzirat më të mëdha në botë, sepse sigurisht kështu janë mësuar. Të tillë element sigurisht ultra të majtëve, globalistëve, të majtës italiane në përgjithësi, e cila ka luajtur menç, e drejtuar nga një për mua idiote filozofike dhe politike siç është Eli Schlein, cilët sigurisht me këto veprime nuk bëjnë asgjë tjetër vetëm se kanë për ta kthyer Giorgia Melonin në një Edi Rama të Italisë, ku jo vetëm ky mandat I Melonit, po edhe mandati tjetër janë të sigurta, sepse sigurisht kanë përpara vetëm majmun të tillë, dembel, njerëz që protestojnë për gjëra të kota, që duhet të marrin përsipër se këta marrin kauzat më të mëdha të botës edhe kanë kauzat e tyre janë vetëm gay pride, se si të këta të demonstrojnë pikërisht seksualitetin e tyre duke u imponuar dhe tjerëve dhe aty çojnë edhe flamurin e një pjesë të komunistëve që ju ka ikur truri dhe atyre, edhe sigurisht edhe flamurin e Palestinës që është turp ta shohësh. Në atë mes se këta e marrin përsipër sikur këta janë mbrojtësit e kauzave. Këta duhet t'i pyesësh tash. Ndërkohë që qyteti fitonte miliona nga një dasëm me vete me paret e tija. Dhe sigurisht ja dhuronte një qyteti fantastik si Venecia, që ka nevojë për shërbime, ka nevojë për mbrojtje, ka nevojë për restaurime, ka nevojë për shumë element të cilët kurrën e kurrës nuk kanë për t'ia siguruar këta dembelët. Edhe po këta ishin që një ditë më përpara dolën protestuan 100 veti, nuk ishin më tepër, që u mblodhën në Budapest për të protestuar në gay pride-in e famshëm, krenarinë e madhe
të Hungarisë në Budapest, sepse sigurisht Urban aty ka ndaluar me ligj. Është një ligj I cili sigurisht nuk mohon këta tipat e krenarisë gay, por ju thotë që s'keni drejt bëni tillë se sigurisht do ndikoni keq ke fëmijët. Edhe ke librat, edhe ke mësimet, edhe njëkohësisht edhe në rrugë. Tash I mblidhen si efekt I kësaj ndalese e quhen prishjet demokracisë dhe të lirisë, njerëz tillë tash I imponohen me marrëzirat e tyre të seksualitetit, të cilët sigurisht duan që ti imponojnë edhe botës, dhe sigurisht aty janë të mbledhur po e njëjta amalgam njerëzish, po të njëjtët ultra majtis, të njëjtët njerëz që nuk bëjnë një punë, 2 lek, rrin pa punë, vetëm protestojnë, edhe sigurisht parat ja marrin kontribuentëve, se kjo është historia, janë demelhania më e madhe e botës, dhe pastaj çojnë edhe flamurin në një ultramajtizmi europian, globalistëve, gay pride-it, por nuk mungon edhe flamuri I Palestinës. Këta janë njerëzit e jos, janë njerëzit e grindjes, janë njerëzit e papunësisë, janë dembelët më të mëdhenj të botës, të cilët sigurisht kanë nisur një proces të prishjes moralit në përgjithësi, shkatrimit moralit familjar, identitetit kulturor, trashëgimisë kulturore, jo vetëm të Evropës, por të gjithë botës. Duan të kthejnë njerëzit në numra, duan të kthejnë familjen në një marrëzi pabarazie të jashtëzakonshme. Këta duan të ndalojnë emrin grua, burr, bile dhe fëmijë. Këta duan të ndalojnë çdo lloj gjëje që ka të lidhur me natyrën dhe me Zotin. Këta sigurisht kanë marrë përsipër të bëjnë deviancën më të madhe në sajt e një ide të kthimit të njerëzve në numra, pa logjik, pa ndërgjegje dhe pa moral. Dakord miqtë e mi, ja të tillë janë. Dhe kjo I vjen sigurisht nga që janë njerëzit më dembel të botës, që nuk japin një kontribut dhe që sigurisht mendojnë gjithë ditën keq si të protestojnë me kauza të shpikura, të shpifura dhe marroqe. Të tillë janë. Por ka një gjë, njerëzit I kuptojnë, ta mblidhen, bëjnë edhe në një numër, por të tjerët qëndrojnë larg tyre dhe sigurisht bëjnë të kundërtën që këta me parimet e tyre udhëzojnë ose duan që të imponohen. Dakord miqtë e mi?